Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria. Shikues të nderuar, mirë mbroma. Mirë se erdhët në Tonight në kompaninë H2O. Kam kënaqësi sonte ta kem në studio një personazh shumë i kompletuar artistikisht. E shohim minimum një herë njov në ekranet tona. Vepron momentalisht në emisionin Oksigen në Klan Kosova me Besim Dinën. Është perkusionisti i vetëm që e kemi momentalisht në Republikën e Kosovës. Gjemil Gjini, mirë se erdhët në Tonight. Fukarallëk. Perkusionisti vetëm. Po pse? Mirë se e gjeta, si. Mirë pa gjeta. Mirë se e gjeta, kënaqësi. Mirë se keni, asi mirë se e gjeta. Handshake. Që shemë burs. Kjo është ai vesi jona, e ki po tap dorën më njëherë. Jo, si ai mirë. Dikush tash tregon e kallzon forcën. Mos e shkon tavolina dhe ishin për qofë sana aty. Po me procedurë kjo është nesër. Absolutisht po. Një prej bateristave të paktet shumët 90-ave ka pas bagi baterista, po mas viteve 2000 u sitën pak muzikantat. Pak? Ndroj sistemi komplet edhe mbetët shumë pak baterista. Po ti, për çudi, e ndrove komplet. Pse kalove në perkusione, burr? Ke qenë baterist i mirë shumë. Faleminderit, drejton, me një kësi fjalë për te është kënaqësi se ti je vetë profesionalist. Çona baterist, çupër çavë. E më vjen mirë edhe. Na që kemi nisë bashkë bile me bateri para lufte, kushtet aja tash mos t'i përsëritim, kemi pas pak kushtet e vështira, kemi marru vetë, kujtohen bateri e tjera. Kemi provu, kemi ushtru, kena performu, kemi bo rock grupe, metal ca e na kon, une për më me flokim ku një farvakti, unaza e tjera. Po mas lufte me njëherë, ndodhi një ndryshim në shoqni komplet. Baba më vnoj zorin pak, mi hek të panat. Ti e dinu, në kam qef mi vol drejt. Normal. Tha, e kish atë frikën mos po hi rrugëve të këqija, si prind që shmenojnë. Gjithmonë kam pas. Po, nëse jeti muziciante tash mos kime hi, E për kundrazi ka ndodh komplet e kundërta. Definitivisht. Atëherë më tha, ma vnoj zorin, fjeki këto shiti bani. Okej, une i shita të panat, një kauç, edhe një komod televizori dhe risha në shpi. Atëherë, unë jem një tip që gjithmonë këshyri diçka tre me nxjerr, me pru diçka, me thonë, inovative. Na kemi dëgju muzikë shumë Santana e tjera, perkusionista, edhe thash shqiptari me kryte fort, thash unë qito do t'i marr. Edhe këtë ide ma dha një shokionin Prizren veton Hisari, përshëndes. Shkova i bleva perkusionet, ja nisa me ushtru veç, më mshel. Komplet bot tjetër në to. Komplet bot tjetër. Aty në me goditje, po tash... Percussion do të thot instrument me të goditur, po drums, bateri do të thot me i ke ato shtagat, sticks, kurse në perkusione është me dur. Hand percussion, është perkusioni i durve, thjesht ki teknikat të ndryshme. Më thonë Janise Pizero sash, a de bakallëm. Shumë zero. Edhe plus në atë kohë kishim shumë problem, dhe më thonë, me mbledh informata, si kur sot në YouTube hin, where can I went, i gjenë krejt. Atëherë kemi pas mundësi u duke në Istanbul me shku veni ma ofert për neve, për shkak dokumentacioneve, edhe atje kom blek koncerte, u qova gabimisht bleva videoshkollë për profesionalista. Qa kom hek? Desa e mrinë është... Një 4 muj, vesh një teknik të thjesht. Tumbao me mësu 4 muj, se kisha dikon ma bo, që ka pe dorën. Filova masane im Prizren këtu von, mundova me bo perkusionista 3. E hapa një vend në shoqërinë kulturore artistike Agimi, ma mundësun me shfridzu salën, mledha pak rini aty fëmijë të shokëve tjera, dësha me bo një grup sikur që e kom përjetu në Istanbulun vetë, kemi do 180 perkusionista me performu dridh ke Istanbuli. Nejse, në Prizren su dridh se erdhën një 10, edhe ata ushtrime s'bëjshin, i shisha që bile një shok ma boni, tha djali jam përsa ko fillon dorsma, thash le krejt këtë ma bet, edhe u tërheka komplet. Mirë që ka tregua burë se... Po, u tërheka me njerë se nuk kisha mundësi, u duke me punu, e shisha që kërkush s'po mërzitet, në falë që po shprejna kështu, kërkush pja aty në nuk mërzitke, thash, largona dhune njëherë. Ja, pa disiplin, pa përgjithsi. Një dhon pa kohë, nështë ta ma vonë. Instrumenti lyp
Bajagi fokus. Driton unë që Bajagi. që ta përmenda Tumbao 4 muj. E mos flasim që 30 vjet janë këtë muhabet. Po bohen 30 vjet. Perkusione- Ndoshta pak më shumë. Perkusione janë prej 2001. Prej 2000 në fakt, me percussion, konga, bongo. Po me bateri, Me bateri edhe një 10 vjet mrapa, prej 13 vjeç, domethënë ç'ashtu? 30 vjet të mira. 30 vjet të forta. Të mira. Është një foto që po qarkullon 99-ën kur hyn Kfori në prezant. Po. Është i Romi. Po. Edhe je ti bashkë të tenki. Je me flok aty. Fronte. Po. Aty duhesh mi pas 18 vjet. 17 17 për 18. Atë kujtohet që janë ngjarje? Po, shumë mirë. Dulëm me shok të tenku aty, të gjermant, edhe fillum aty pak me do muhabete, me dëgjona dhe gjermant në pyetshin ku rreziku, ku ka trupa serbe, ata kishin nuk i dishin, edhe në provokime thjesht. Ishte një gjerman përmi tank aty, në sekund, ai nuk lëviz keq drejton. U koni një që kaq. I madh. Po. Ai nuk lëviz keq o burr. Këta tjerët me neve muhabet. Një sekund kështu një kris me madhe, kallash trrr. Ai gjermani filloi me gjujt, këta fluturun mbi aty. Na krejt u pështetëm, pibi ma shkurt, u pështetëm në aty. Unë e ktheva kryt që shema si shpirti uj, pisho, 3 djem. Qa kanë mujt mi pas ato nuk di vëlla, 10, 12. Shumë të vegjëlin I ato. kopa, take ishtë shtina kështu, si me thonë, unë u bona si mbrojtës e tyne. Ndodhi përbese dhe ke kogja trishtuse, se shumë pat njerëz aty për rreth. Po na dulem me Fati- festu aty. Po, fati që gjermant nuk lanë shumë ata me gjujt, se për shembull ai Sërbi, veç mi pas gjujt, në nonën e djathtë, minimum 20 vet nështë e kish plagos edhe kish vra. Po ajo ndodhi shumë shpejt, edhe aty ka pas humor, besëm që ato sekunda ka pas humor. Mentorin e kena shokun ton, klarnetistin, mentor Zajmin, Zajmin, po. edhe ka qenë ky Eugen Quni, ata kanë qenë shpinë për shpinë afër meje kështu. Edhe në moment Eugeni e kthej kokën, u gjujshin. Edhe kur e ka boj, mentor këtu ja? Ço po ish be? Që aty ka pas. Edhe tjetra që aty ka pas rën, po gjujnë thapi banesës. Unë e vdiqa, thash, direkt, Po. këshyra s'ka njeri. A thësh ka dola më Që ato sekunda se s'pëm kujtohet sa ka mujt me zgjata e nështë 1 minutë e gjysh. Shumë ka qenë ditë e rrezikshme se sërt kanë qenë mrena, alo. Na thanë gjermant, mos bëni shumë probleme se jemi vetëm 200 trupa në rajonin e Prizrenit. Tha janë konvoj në Vërmic. Atëre, si me thonë, një koshko e 10 minuta, veç u mosh aty. Po. I kanë shpek e kam myt baba, shtova për aty në... Po ajo ditë është rilindje për secilin për neve. Na kemi lind për. Seriozisht ka qenë pak Se unë kom festu te Tabahana, Apo? afër stacionit policor, Kuk. te Trekonshi aty. Edhe aty ka pas eksese. Ka pas eksese shumë se aty veç kanë dol ikja e forcave të armatosuna serbe, kanë dol prej aty. Po na ka rujt zoti. Po du me dalë të fotoja, unë shumë e kom kërku këtë foto në për internet, s'u isha me gjetë. Se në anën e djathtë i kom pas 2 gazetarë të shtrim tokë, aty në thuti, po pinë qaj o burë. Ta kamerën, gjirojke, tenkin për para, atë kjerin e aty në sërbë aty. Edhe unë e lyp në internet s'ka. Kur një ditë, mentor Haziri e përshëndes shumë, këngëtari i grupit Kthjellu, mesazh. Rizailia. Po, jasha Frizaj. Ma që një mesazh, tha, Gjemil, a jeti? Kur e kom po, a disa u gëzoje, s'unë është me besu. Kur e po është vetën e Po si. tash para 2-3 ditë unë e poshtë edhe një herë. Si që bo, bile kështë e postu ti, Po dhe, qes unë, qes ato shpesh. Qes pak ma i gore, pak ma si. Shqiqore. Kaloj shqyqër. Po kalojmë tash në sene tjera se Driton falë që të ndërprej. Po. Para muzikës rock, unë e kom qenë reper. Kujtohet. kallzoj njerëzve se unë e di. Atë kujtohet shallin kom, shallin kry, flok të gjata edhe. Michael Jackson. Michael, bravo. Qyshe kalove, mas thej. Shqyqër, zi. Ka pas shumë, repera ka pas shumë që unë marrë me Një hoxhen malë më ka po diçka son rregull, ma voni edhe u këfila. u këfile. A o kjo kritik për repera? Si e këfil? Ja, reperat e sodit superior. Jo, ne i këna Ata fare kena pas. nivel Do tatashëm. kasetat lodhta me laps të i sill. E kemi dokumentarin Ghetto Rock. Do Ose dokumentari mirë, ja. do ta transmetojmë shumë shpejt që jon kretë këto problematika rockerat e Prizrenit Të detalizume, bravo. detajzume, domethënë 30 veta flasim për atë kohë. Po gjithsesi mas një kohë ti u largove prej Kosovës. Çka lypen Suedi burr? Aha, po. Drejton unë në këtë periudhën, do më thonë 2009, shkova në Suedi, s'po guze më shprej Ika.
Në atë periudhë unë isha, domethënë 2008 u kyqa si instrumentalist në Oxygen Show, Po. emisioni Besim Dinës, me shokët e mi, kolegët muziciantë aty e din kush janë çka janë. Rock shkollë në Mitrovic, isha band coach, domethënë isha person I cili I ushtrojshin fëmijët aty pak me bateri, pak mi udhëheq thjesht ushtrimet e grupit. Isha antar I Big Bandit të Kosovës në televizion të shtetit. Edhe gjithmonë ka ekzistuar Afrika, kanë na qit pi punës, kontratas kanë mi vazhdu, na e zbritën rrogën. Ndodhi që ndodhi. Televizionin e Kosovës e patëm rrogën, jo, diçka më tranu, a guze me tregu? Po tjetër. 355 euro rrogën, u qunë me do ankesa, 250 na banën. Edhe na kanë kyç në shumë programe që kemi performu, domethënë aty s'ka pas kur gjë ekstra. Nuk ja vleti nuk ka thjesht. qenë fair thjesht. Edhe plus ishte ajo miza mas veshit, kanë më qit. S'është në rregull, s'është në rregull. Filloi ajo tuta pak. 2007 Zoti ma fali me ndihmën time edhe të grus djalin. I bashkuat forcat, I bashkuan forcat. Aronin, edhe kur u bë djali, jeta gjithçka ndryshoi. Fillova me mendu pak më larg. Edhe mendova me bo një jetë më të mirë dikun. Ku në Suedi. Shkova në Suedi 2009, pata fatin, me ta kallëzoj një detaj shumë interesant. Prej kësaj jete këtu, me muzika, me gjona, me krejt, shkova me një vend, këtë brym, terr, a dysh mu duke aty, o zot. Edhe Çka bon atje? migracioni më çoi mu një far fshati, Ryda, shumë vend I bukur o zot. Shumë ka marrë malli me shku atje. Në Ryda erdhën ata të migracionit, na dhan banesën e tjera. Dola të nesërmën një qytet ke afër, me këqyr çka ka. Thjesht një tip eksplorues din. Dola aty kur gjos pat, një hekur rrugë trenit, 17 shtëpia, një market. Çaç. E mos ta zgjas kur të më kanal një kerë të komdë. Gjomi. Shapelipsa tipi oksigjenit në Högsby. Dula dhe atje një. O, driton. Kështu dego burr. Ibrahim Mamusha. Unë atë njeri shumë e du. Ishte me dy vajzat e vet, edhe unë adin u shtangita një moment. Tha këtu jetojnë këtë vend, adin që shumë dha forca burr. Mos ta zgjasim shoqënu me to, më kanë ndihmu shumë për shumë probleme, se unë isha I ri atë, s'disha çka bëhet. Normal. Fillova me punu, bleva instrumente driton se s'mujsha. Perkusionet që I bleva me mund I shita në Shqipni. Shkova atje 0-0. I bleva një par perkusione, që Ibrahim kanë ndihmu shumë. Çka punojsh atje? Fillova me hulumtu muzik ku mu kapa ne knej. Jem tipën e pamare, I thirrja, din se I besoj vetit punës teme. Normal, çka po të keq. DJ Johan Johansson. Me atë DJ-n kom bu muzik. Që është më e mira në një qytet thirrët Hultsfred, aty quhet Rock City një kompleks. Aty 2 muaj para se me performuone ka qenë Metallica. Qatë skenë. Tash unë kur bona muzikë me atë DJ, normal skenat I kanë zvoglu, edhe ai më tha, "Ej, këtu ka qenë tha Metallica", edhe unë ushtriva në tokë. Ti e din Metallica. Metallica ne kemi pick dopt. Kom bo muzikë me atë DJ-n, fillova me një shok temin Fatosin edhe Enverin me bo muzikë shqipe popullore, se ka shqiptar shumë atje. I bonëm disa ne. Fillova atje mirë me bo muzikë me DJ me ata me këto. Një kafe që I Prizrenlive në Vestervik një qytet, Prizrenlite o bojnë. Edhe ta kom performu. Din ka njerë, din. Po. Çka kom punu atje tjetër, se muzika po dihet edhe në Evropë nuk është e lehtë. Qashtu. Kom punu me një fabrik të paletave, jem kon drejtor. Jo më drejtori po menaxher I lartë, zyrtar I lartë. Isha zyrtar I, që thojnë atë kur të blenë mall dhe isha zyrtar. Kur gjë riparusi paletave, çtu një dorë më ka dal një 2 herë. Punë e rëndë shumë, po e kom punu për shkak kisha interes me met në Suedi. Në kop dikun normal. Në përmes punës, edhe me fitu normal, që me majt familjen, edhe fitojshe drejtat e banimit në Suedi. Sigurt. Mision tamam. Ka qenë shumë punë e rëndë, atin se, ama unë jam një tip shuj, kaj, ama shuj. Mama si drejtor diqysh është ma... Po, atin drejtor lëk I ke shumë I rëndë. Kjo kemi, se kretion drejtora. Punova atje, muzik bona, kom shëtit shumë atje, kom vizitu vene, kom taku shumë shqiptar. E qa u ktheva, mësë? Jëm knaq. Qa u bo? Qka u ktheva? Më kthyn migracioni për shkak se unë edhe në atë periudhë kisha edhe
gjyqje me thonë me fitu drejtat në migracion. Po tash migracioni, kur e panë që Xhemili është gati me punë, më shlyn për imigracionit me njerë, edhe më thanë mu kthy në Kosovë me e prit vizën e punës. Unë e tentova 2-3 muaj me shty, po u kry. Erdha në Kosovë, e mora vizën e punës, vazhdova Në këtë qëndrim atje ishe pa familje? me gru dhe djalë isha. A ishit bashkë? Ishim bashkë. Mirë. Shkova në Suedi, prap u ktheva une, 2 muaj isha me vizë pune, gjithçka në rregull, shumë mirë, më pritën tatimoret e tjera, gjithçka, erdhi një shtetas i ri suedez. Në Malme. Adilit kujtohet gitaristi e shokëm, të Adili isha, e kom zonë derën njerit. Adil Morina është. Adil Morina, ja. E përshëndes shumë, janë zona derën njerit, veç me ka bo, dakom, hisem kira, qa kom e të bo. Po normal. E pash 2 muaj atje najta në Malme, e pash që pa zanat, pa diçka nuk ban. U ktheva prapë në Kosovë, te Elberti shoku jon, shkova me marrë zanat me Çelsa, unë kom sot punoj te Elberti, kena një servis të Çelsave, edhe thash çat servisin ta çeli në Suedi. Po mos e nej me ajo muzikë ato këto e lashkajt. Edhe rrasi histori ja ku jemi prap. Prizem, po megjithato jena mirë. Shumë kom dashur më kthy atje definitivisht se veni i bukur, veni i mirë. Unë jam tip që adaptona, e kisha qetësinë, familja okay, gjithçka okay unë. Perfekt unë. Po tash kur flasim për Xhemili. Allah hile më intereson në përdorsma kur e kënojnë këngën Xhemile. Shka bëhet? Po bre, interesant është. Qysh janë reagimet? Bile kom bollë një postim mirë, thash pasha zotin jam djalë. Jo, se thash natë mendim. Kur të kënoj, ja po tash, unë po ta tregoj pse. Edhe pse s'pi dihet kohëve të fundit e. Po ishin apo dogna, po ishin muzikë bambi me Besmiri band që kemi na dorësma. Xhemile. Mas pori bendi. Aha. Kthehet ma të keshën, edhe nëse ignorant, të ma bo kështë Xhemile. Edhe aty që qëllojnë për shembull një pjesë e valltarëve, kamariera, ashtu. Edhe një boj, shoh ka buhet më vur lem një rat. Sum po bëj këtu gjeste, që boj, a jeni? Po, me Xhemilen kthehen këshyrin mu, Xhemile. Po dhe dorsmat janë pjesë shumë e rëndësishme, po vetëm në pikat shkurta të lutna se kena fol shumë herë për këto gjona. Po ndoshta disa prej shikuesve nuk e kanë kuptuar, nuk e din çka ki bëhet, domethënë, edhe në Oksigjen nuk je vetëm perkusionist, ki bëhet shumë role. Edhe e ka kënon, ka dalë se edhe çtu po du munol pak. Shka ka bën burr me këndim? Po kom qef me kënu edhe Po kret më burr, kret po dojnë më bë këngëtar. Po na imponojnë vëlla, shokët po na imponojnë atë punë. Pse? Po këngëtari po shkon me një sind, po bën muzikë na po jesim, tash edhe na duhet me vozë gjithë. Po basistat edhe bateristat. Ata molera. Këtu më fal kush më i zoti, duhet mi gra. Normal. Jo, edhe një mesazh mirë. Pak ai po kom qef pak. Përndryshe një këngëtar tepër i mirë, definitivisht. Jam një perkusionist që kom qef me kënu, faleminderit. Unë ja kom vajrin shoqënisë Agimit, kena kënu edin kori. Sigurisht. Edhe me Besmirin, me këta që kënoj, ja u moj zhogin vokale dyta çapo di terca. Po nuk e mon zhogin catch, çato do të thonë. E mbon tepër mirë. Monona me atë temën maksimum edhe ki videoklipe, ki këndu, e ki testu vetëm. Kena kom punu me muzicienta shumë të fortë. Çka ka shqiptari me krejt kom punu, u kon fat për mua. Me Marigonën për shembull, me Vullnet Sefan, bëjshim muzikë grupi Marigona, edhe unë jam kon back vokal. Në herë Vullneti kur e pike Tomli më bëke këno pak më ultë, unë më në Po gjithsesi është tepër mirë, se po dëgjojmë edhe këtu për shembull mami shakon Prizren në Prishtinë vim normal. Edhe në Oksigjen Besimi për shembull bëke, Hademër, dil, Hademër. Kënoj një këngë për shembull, atë Besimi na ka dhënë shumë hapësinë neve në Oksigjen. Hapësinë po e ka shijen e lezetshme. E ka shijen e mirë Besim Dina. Besim Dina do të thotë njëri suksesshëm. Pa diskutim. Njëri shumë kërkues, njëri shumë i zoti, për ndryshe ti e din. Me atë nivel të soundit që është në Oksigjen, gati 17 vjet drejt tani. Po ma nivelin e soundit e ka pasur në fillim. Po. Din çka lyp. Domethënë Besimi e ka një të keqe. Edhe është dëgjues tepër i mirë muzikës. Ka qef mi pas më të mirat. Për shembull vet ka blezërimeve, ti ka bëj gjëra të krejt. Kamerat, ai krejti ka të vetat, kamerat që ndoshta ka televizione se kanë çat. Që shikini atmosferën mbrana. Atmosfera është. A punohet në Oksigjen? Punohet në Oksigjen shumë, ka pastërti, po peçuj pastërti, jo kështu, pastër. Po të kuptoj shumë. Mirë, bukur. Çdo sen është në vendin e vet. Reflektohet edhe atmosfera mirë, edhe është i vetmi emision që unë e këshyri kështu pak më me kënd, me ondja, pëtën. Na vjen marrë opinioni tjetrit aty. Qashtu.
Nëse unë jem ai që dal në arpi tefterit më shumë, edhe veç më këshyra i të moni. Ose besimi më bëke, më së vjen marrë, e ki bo 40 vjetë, valo. Je bo arsiqore po. Për shembull në Oksigen ka ndodhur besimi e zhvilloi ke për shembull quiz, pjesa më arktuse me thon. Vike Gjemil hade këtu se po tutna i kina pas një emision në 4 gjudiste. Edhe mu kujtu. Erdh besimi tha Gjemil hade këtu tha se po tutna vetëm me kujtyn edhe unë dola. Tash prej skenës tu dal vetëm me veti çka më bë. Jo, ka ti qova i qela 2 pulla, dola aty përpara dhe edhe besimi për masë i pyti diçka ato nuk u përgjigjen besimi qashtu, kjo dha përgjigjen. Edhe unë me zonin e hall, ton ky njeri, a jemi? A im këshyri njerë, me të me këqa u bo, thash, unë a jemi? Dhe njerë, a i po, thash, mësë të kishe unë e këtu. Bodyguard. Dhe dhe në qatë që jena të lirë aty. Ka ndodhë për shembull muhabet me misafirin shumë serios, une, tak. Edhe kur zbritësha bëjsha zhurmë që me po që po vjen ky edhe i qesha durt. E natyrshme e bukur. Edhe që erdh ky lugati, u qesha misafirin e për qatë. Tepër e bukur, tepër. Astrid Stofën e sillsha njerë kështu, ulsha dhe që. Do të thonë liri maksimum. Muzikantat mirë, emisioni është i mirë, besimi është Për kreativitet besimi shumë ka qef karizmatik. gjithmonë, thot urdhna. Veç ta bën urdhna. Ai i Zoti, nëse si është ta bën kështu, ik. shumë e thjeshtë. Për Se ato humbi e kohë është, humbi e kohë është. 17 vite. Pa Edhe diskutim. është top. Edhe vazhdon me qenë në prime. Që duhet me marrë model ata që inë kësaj loje. Duhet me marrë model, është për model. Po kalim të Gjemili tash, edhe pse Gjemili është pjesë e Oksigenit, emisioni shumë suksesshëm. Je nona vakive më burr. Po. Një me shumë je nona vakive o burr. Qështu kallkjeri mor. A dim se më në vakive, se sritë e shpia në kauqë vlla. A i ki po ata që rinë shpi sen si gjenë. Po. U gjëjq. Unë a theva gishtin, a dole anja qas bonën. Isha, unë nisa me bo muzikë në Prishtinë. Po. Më lejon ta përmendi Visar Kuqin, profesorin, edhe Patjetër. Dugin, Dugagjin Muagjerin. Ma ata me bo muzikë. Në disponim shumë. Dy tipa Mos vetë. Kerin, ti e din unë e masi shoferi që voziti ka dale. Edhe isha tu ecë për Prishtinë, vish boni diçka xhu keri, po ajt zot çan një tymi marr, parkova. Por t'ja nisi flaka, ose. Veç e qila bagazhin, i nxira instrumentet, edhe telefonin. Drang, te na për fat keq lajmet po shkojnë pa lidhje, din, u kall, u boksi sen. Po. Edhe unë pak me shakose, po kena familjare sen, din. Qashtu, me ditë që pështove. Thjesht e qova një mesazh tash ku po më dhimë 20 euro naft që aqita mu kallkeri. Erdhën policia, i përshëndes shumë. Erdhën policia, një polic ke shumë njeri legend që thënë të na. Hajde urë tha mas tani ti marrë të këqia, thash po shumë të këqia kisha une. Falmera s'doj. Ta bojna një foto për thonë, e bojna ve tap keri atë u zhyti, na foto. Erdhën në zjarë fiksat, kur erdhën ata normal, ata s'kishin mundësi me fluturu marë, erdhën për 3-4 minuta, 5. Normal. Po keri, eci. Edhe shkoj kjeri. Eci, qaq. Sigurim, s'ka. E kom taku një farë drejtorit kompanive të sigurimit, A. tha, e ki pastat siguru me kasko anë e kënej, i kish vetlat e heknej. Drejtor mo. Thash urna, thash, arnoja 2005, thash edhe badjava, thash na, bojmë sigurime, kur të vjen puna ju thuni, jo nuk bën kjo, nuk e merr këto, nuk e bën ato, kur tash na kote paguim. Realiteti. Po afërsisht ngjarja e njëjtë në Bezovicë burr me autobusin. Shoka po. Voj. Edhe kur kom thirr këtu, jam tut, i kom thonë edhe djemve, mos e ulni dika ku. Boca ti pas gelon jashtë për çat Po, puna. që boca omrana për çdo rast na bjen flokën ky. Çka ndodhi atje? Gjemili, në vitin e dytë jena konë në shkollë të mesme, domethënë kjo i bjen para luftës. Me shok organizu me shku në Brezovicë. Një autobus e morëm, ta këtu në gjitë me autobus, Elbertin DJ këna pas, bombastik, konga, gap, drangu nalë diçka, hop një tymi ma, flake madhe. Nëse tash po keshim se Po, është për me kesh. E theva derën, bam, mas i pështu në kretë, s'ka problem. Veç më dhimet ai shoferi, kur e ka hopat kapakun e motorit, i ka dal flake madhe në fytyrë, e ja kalli me misteqe, me vetlla dhe flokët përpara. Qa ke më dhimë taj? Edhe veç kur ka bërti, nëse edhe lesh. kur ka bërti din, se pa eksploatar autobusi, bu një panike madhe, edhe Shumë. dera filloi me a din si duket ato hidraulike senet më mbyll. Edhe unë 1-2 shkelëm derën për gjys, dolem jashtë krejt. A paguve derën? Ja mora vllaut një çantën e Harisit. Edhe tha, qëre, një vim ja vo çantën mos hajde në shpe. Çanta u kall krejt.
Do të visi ki bo. Kish pas bor aty nështë na, ishim 40 vet aty, nështë ta kishim fik. Po s'pat shans bor aty. A i kom shti durët në për bagla me gjujt aty për menal, po Isha po pështojmë sonte se ma pështojmë. ka tintin flaka. Jo m'lo, mos po më rak. Se do shta me të thonë diqka po të thonë pas emisionit. A i lidhur me sport? Po qysh nga mosha 3 vjeqare Ka filluar futboler, basketbolist, ping-pong. Një teme ping-pong kom lyt shumë edhe biljard, kush gjë tjetër. Në fakt unë jam futbolleri, më fal veç pak, unë jam futbolleri më i suksesshëm që ekziston ndoshta Evropë ose po, në Amerikë po se po, se 3 loj një teme i kom lyt, në që ato 3 loj 4 golla i kom dhënë. Më fala, statistikën qysh dush qite. Topinart më njerë. A i një futbolistat, kështu basketbolistat sportin, polisi? Ja, shumë pak. Pak, i kom do shok trend, Arbeni për shembull Oksigen, i ka do futbolera me emna veç e këshyri si gjynadin, si di. Edhe thëmë, qeni më rëlla 22 vet me nga mas një topit, hec me burë. Jo, driton unë me futbol pak. E ki pas një rast në Itali, po mdogët. Po. Që aty po du me të... A u bo në horë pak? Se pas ka rrugët sen. Jo, po që ato... Shtina ka sporti pak. Isha në Udine me vizitu motrën në Itali. Edhe ullëm një tavolin, edhe një tavolin tjetër këtë 3 metra largë me. Edhe ardhë një person ullë, adin është sheshe kështu me hije, në shqiptarë që kena sytë. Ullë personi edhe motra, thash, që për mas. Unë këtheva kryt e këqyra. Tha, pe një kush është? Thash jo, tha Sanchez, thash kur shumë e Sanchez. A duna me po foto me to? Në atë moment driton fillu njerëzia, Alessio, Sanchez, nga i shumë e këqyrë ato. Thash motra, tha, nuk ofert, tha, ka njeri, tha, synin e nëzirë për to, tha, te, as që për një. Edhe ai komenti i jemi, i thash, apo mnjaj mu? Tung! Kalo shmirë. Qa? Që ki studiu njët? Qka e me titull akademik? E kom të kryen e fakultetin e arteve, grafikën. Profesor Fatmir Krypa. Po flas ma popullor që ja zemra sa njëri është Dukat, Ari. I kërkoj falje shumë që kom qenë student shumë i zeltshëm. Kreativ im kom boll, po dembel se në atë periudhë fillova me marigonën, ethnically plucked. Është e kuptueshme. Muzika veç edhe profesori një farë mënyre ma ka fal. Kryesisht janë profesorat e mirë. Thjesht, ja që isha punime të cenem kritikoj ke horën bëjke, ma jep keni notë që aty sa me thonë, hajtë. Po e mushmen. Grafikën e kom të kryne edhe jem knaqë me ato, është thjesht shtyp, ama në mënyrën kështu, me thonë, mekanike, me dorë, me ato cilindrat, me ngjyra, me sene, bakërshkrime, tjera. I kom po edhe punimet jonë pajagit mira, për kundër asaj çka po thu ti. Linoleum, gdhendje, ato janë jashtëzakonshme ato punime. Gravirime, ama shumë mirë. Është punë e madhe. Definitivisht po. Është punë tepër e madhe edhe mua pëlqejn punimet e tua, në gjyna pse nuk i qet. Në rrjetet sociale, se di pse. Thojnë, edhe kësia... Shokolidhe më burr ti çat titull e ki. E kom të kryer në grafikën, po nuk jem të punu prap, nuk jem të... Kom plan ndoshta më anis pak. Këtë në rregull. Se tash ka fillu teknika, diçka më. Unë jam i fakultetit të arteve. Se sot e bleni kompjuter një printer. Unë po normal. Edhe i printon, ama jo ashtu, unë po du... Para më të i profesorin a pat mësuni teknik me sherbet. Tash para më. Sherbeti, uj me sheqer, edhe ngjyrë të zezë. Tush që e thona. Tushin. Ti e bën në pllakët bakrit një farë teknike, më fal që po të marr shko me vaj, edhe i bën to kontura, do struktura që me dorë kursën i bën. Çfarë? Atë çfarë teknike na pa të mësu. E tash, pse shërben sherbeti? Pllaka duhet patjetër me në acid. Për që ato pjesë ku don ti mi gry, acidi i gryn se ti me dorë smunësh. Çfarë? Problematike. Është një farë izolusi, e lyn pllakën komplet, ti e ki kry procedurën me sherbet. E ki bua strukturën ti çapo don. E lyn me çat izolusin, edhe kur e fut në ujë tretet me sherbetin, edhe dalin ato figurat ti që ke paramenu. Edhe shtin acid vazhdon procedura. Shumë e thjeshtë kjo është. A ki ndonjë ngjarje speciale kohës studimeve? Durt ze. Po ajo, si më konë mekanik. Durt ze, po çfarë mekanik? Edhe një herë kom përzi profesorit acidin e pastër me që kena punu. Që zemër pje që të gojët? Kur e po? Shkune. Veç u këthimi njerë të unë e tha, thash përbes, thash me pas ditë se kësha bu. Normal. Po i driton na aty
fakultet ka pas shumë sene, për shembull radiatora, skulptura, krejt percussion, krejt. Normal. Ekspozita kemi përcjell shumë atje me profesora. Mbile të kallëzën një detalj, shkova një ekspozit, hinëm aty mrena, e kishim obligative. Hinë aty në galeritë arteve, peshon një friz atje, pe këqyri s'po shkruan kur gjo. Poshtë ken një kokë e lopës. Jo plastik, Po kjo arti modern tash. nuk s'di çfarë orti jo veç nejse. E ka shkuj ka marrë te kasapi vllokrit, e ka qit aty. Për mi një televizion të vogël të vjetër me protesta. Viteve 81. Okej. E do afrova pe këqyri, usilla, pështilla, a ishën rrym ish, drita nishin dhezën. Nuk punoj kërë, jo. Thash, çka është kjo? Ai profesori i ndjeri, tha, qa ti, s'pa merr vesh ti qa kjo është artën? Okej. U largova ma ne, kish qit njoni, ka marrë si me thonë gjyrë kështu, adin dorë dhe, Po veç ka gjujt. po edhe do pika do sene i ka bo aty edhe krejt njerës të këshyrëshën kështu. Okej, këshyra, usilla. Thash, profesor, a bërë me më kallëzu, thash, qka që kjo, thash se une. Gjini, tha ti, okej, u largova, dhe mos ta nervozoj. Kur e pash një tjetër, inshallah së më shanaj. Një nylon që është ai penny, Po. një marimong të silikonit. Marimonga kur gjos kish blen pazare, diçka e këqyra, kur që. Një reflektor të fortë edhe një hija atje, edhe një prapavije bardh, një hija ashtu herviker, shkoj ke. Usilla, usilla. Shka ko Thash aty? profesor që kjo çka tha ti kur s'ke më bë artist? Thash Po. që si ja? No. Po nisën shka mundesh me bo, se cili mundet me bo ato? Që drejton edhe sa i Që keq. ato mundet me bo se cili? Që sa i keq më, çka ku mbon në vizatim. Kemi pas leon në vizatim. Një ditë shkova si shavllon disponim. Thash profesor, a ka mundsi, thash unë po du më nejt model? Pse zotni? Thash si jam disponim me vizatu. Koleg me të vizatu ty. Thash jal shumë të shkoj në shtëpi, ja, ajo pak të kesh mu thëke, sa po më pëlqen që je sinqert, atë këthi. Po. Thash të lut na thash model, veç thash, unë po ul në model, veç mos më kallëzat ti qysh me nejt. Thash me çdo respekt, thash unë du më nejt, thash Gjakovar të kanë një fjalë, me t'ja nxirr harpallykin krejtve. Edhe drejton ai Janisi, okay, tha ulu on aty, tak, i shtriva komt. Një pozicion kështu, një kom për një kom, një letër, do më thonë këtë deformim. Këta që më kishin nonën e majtë edhe në djast, ata më kanë pas shumë letë me më vizatu, adi një bjenë sykur një 120 shkallësh me vizatu. Një kokë shtram të pibeshikit, një bark të madh, komt e tjera. Po, kjo pjesa prej këtu, deri këtu, ata më kanë pas mu të deformum. Koka, barki edhe komt. Aty dush më konë mjeshtër për me vizatu. A dit ka dështu gjithçka. Qysh ke rezultati i Rezultati, profesionistave? njëna i ka shkruaj një 3 faqe, ka gjujt, edhe qajo më ka bo portretin, ai portreti, se e ka hup durimin, u nervozu, ai portreti, o zot, veç kërja kom po vetit flokt. Thash, qau. Ka ta shqyre Da Vinci, Picasso, Michelangelo nuk janë të rëndësishëm, mo. Tash është banonja me lepak, O, jetë, po. në ngjyrë, piqetujt me gjyt një 5 metra qanej, pisho do yje, ku mam, tash o kohë tjetër dush më mësu edhe tjetër une. E ku marrë filxhanin, po mu isha me këshyr figura. Po përbes, i këshyra do zogje, do rrugë, do sen edhe une. Qka, Do më thonë, me Çka ti dalë mja për- u shpërlat trunin qka ti njerëzve, përgjon? isha, po, stap, koko, një rrugë me njerë ta kësha bo verë. Qka ti përgjon, Po, qka ti kafe për përgjon? me ta këshyr falë. Po të kthehet njerë në fillim, Po, të edhe po kalojmë në tarmën. A të kujtojmë koncertet e 90-tave në Në Kino Prizren. Lombardi, Po, zot. edhe Shtëpitë Kulturës, edhe qysh i kujton sot. edhe në Hotel Theranda. O, ato nuk përsëriten mo. Për fat keq. Rinia e sodit Dembela. Na teknologjia shumë sene na ka letu. Për shembull po dal të reklama, flyera dhe postera. Ja bëjsha shokëve të mi, po veshëm i mirë. Pi vizatojna do flyera, edhe po shkojmë po lipim sponsor. Na kom fëmijë dritën. Të kujtohet. 14, Kena 15, shku në 16. disa marketet njofte në Prizren, kom shku në ashtu mirë dita, mas pari jëm djali, Abdullah Gjinit, që ai me fitu një farbesimi. Jemi të e borë koncertin qështu, nëse ti borë sponsor general, kjo ka mo dok qështu, që ai veçim këshër njerë. S'po du me përmend. Kështu, mi dha 100 mark sponsor, ajo konë për neve, si që tash 1000 euro me të dha. Po, dhe po. Edhe na ato me njerë koncertin, më ledhëm sponsora, kemi bo koncerte, kujtohet, qasi sene mu nuk bojnë, që e përmenda posterin është kjo gjindshmëria, që ishimi gjindë vëlla. Sot, apo jo, po, o kry.
Qaq. Kemi nga skenën qysh me bo, skele, kena bojt vetë skele, kena montu skele. Shumë të rrezikshme o burr. Edhe jo mbo senet, megjithatë jo mbo senet. Për shembull, të kujtohet edhe në kohën e ish Jugosllavisë, para lufte, për shembull, serbt, po do një koncert më po. Tekstet përkthena në Bjerna. Kongën e Metallicës, shumë ta përkthena Bjerna se mos ka aty Ka diçka. ndodhur kjo, ka ndodhur. Edhe adin me çësi probleme, me çësi sene, po ja kemi dalë dhe kemi kalu mirë shumë. Po qaj, realisht e kemi kalu shumë ma kollajat kohë të vështirë, po edhe na kanë një këqajo disiplinë. Prizren Rock Halo. Fest, kemi bërë disa koncerte, të kujtohet një kohë në Prizren një kohë 13 grupe. Minimum, Muj me emna me ti përmend, krejt Pa ti. 13 grupe kanë ekzistu. edhe të mira. Mira. Ti e për të Shumë mira. Jemi knaq, po sot problem. Sot Sot ajo po që qina. shke djalo, e ke edongan, rogan, në. Edhe ajo i ka dëgjues të vet, po Po gjithsesi më vjen keq që i ka dëgjues të vet. Po më vjen keq. duhet me fol më shpesh për 90-at. Vitin e kalum e kemi bo për vjetorin e pavarësisë të Kosovës. Prizrenit Kosovës. Në Prizren Shadrvan. Edhe një moment Besmiri më thiri hajde me knu me më bashk. Në sken. Dola me knu një dy kongë me to, pak ma i gare, mi shti njerës. Driton kanë hyp një 20 fmi për besë që ka që. Fmi 5 vjeç, 6 vjeç, 4 vjeç, çfarë 6 mëllaj. Më kujtohet një vajzë shumë e bukur e lezetshme, Pampersi, që ka që për mas? Pampers. Pse ja vrejta Pampersin? Se qika kësej këta lava. Do më thonë, adin besimdina që e pa të buat skeqin kështu. Që ashtu këceshin. Ata fëmi e kanë pa dikun ato. Do më thonë, është një farë ndryshimi për të keq. Nuk kom kur gjo kundër muzikës të lava, se na as njoni nuk dim me bo të lava. Të lavaja është një stili muzikës i veçant, Ekziston, e respektojmë. e bojnë, e respektojmë, Po, shumë normal. është të nxit me kësye tjera. Na nuk e bojmë, na jemi të bot diçka tjetër. Kemi përzi arabik, kemi përzi turqisht, kemi përzi budallakishi, nuk di mu akordu, e kena instrumentet e këqia, një jemi keq, shumë me rëndësi është mu dok, me shit men mikrofon, me shit men instrumente, kvalitete i zero. Shminkera. Kjo është, për një me keq është. Jo, është për alarm. E ke ndogën, rogën. Thash para mëno, e qeta e kongën, bën miliona klikime, njerëz të knaqën, dikush ma i gore, dikush me për një me. A ti munosh me bo në e kongë të mirë ato këto, kur ti she mrena një viti i ki bo 15. 15.000 njerëz të kanë këqyrë. Qashtë. Edhe nëse bon, Edhe është nëse e çuditshme, e kom një rast Gent Saliu. E pa të bo një projekt tribute për David Bowie në burr. Kur ja kom po klikimet. Ai projekt që tash na duhemi me pas në shtëpi secili. Po. Në shtëpi duhemi me pas ato, me downloadu, se si dihet edhe interneti ndonjëherë mundet. Na ato projekte duhemi pas aty. Para mendo tash kur ta bon krahasimin, Gent Saliu që është një muzikant shumë i mirë. te për i mire, djalë briljante, Është shumë i e gjumë. urbane, i gjone, Sakt. intelektuale, i madh. Gens, I love you. I love you, Gens, pa tjetër. Ai tributi, halo, ko pas kohone, David Bowie, një këngëtar. Qa është bukur e kishim bo? Kojtë është i zërzës më doke David Bowie. David Bowie, jo, është i klinës, i rom nxërze, e paton prezident shkollë të muzikës. Do më thonë, qatë shambullën e kështu në qorë që shoshnis, kur flosim në njerë se ti e ditë që 20-30 vjetë vynë, për që ato na filharmonin se kemi pas. Se 20 vjetë minimum të vynë ty me rrit një instrumentist. Së mund është timi, për që ato kemi marrë për i Shqipënisë e për i Maqedonisë. O konë në natyrshma jo. Nuk kanë sala të performanca, me performu një E tash kur ta bon që të muhabet, Pesh. djalo e kitë vogël, rogën, po, edhe filharmonia masi, e atëra doesn't match. Këtu ka faj shteti tash. Kemi shok koleg, na bjen me filharmonin me bo koncerte në vjet 2-3 herë, më bjen mu me shku me ta me bo muzikë. A din se janë të mirë, muzicienta, të kulturum, cilëshëm të urtë. Kur ti she kushtet, zero. Po s'ko, ata janë intelektualve, ata kanë studiube, janë mastere, janë doktorat Po. të muzikës, ti Sakt. muhabetin që e flet në tavolinë janë këtë ndryshe. Aty nuk fletën gjana të qia, edhe mënyra e rromjes, shihet që ato gishta, ato dur, ato teknikat e frymjes janë 30 vjeçare, nuk janë E mon men kur ma ishin koncerte në Borë Ramiz mrena aty? Filharmonia.
Nuk janë gjendje me bëni sall, mi apo Prishtinës. Solla o dosh më kone arrume deri tash. Më vjen keq Suedin, po du më kthy prap me përmend. Ej, në secilin qytet Z, jo qytete të mëdha, qytet Z, ka pas salla, shtëpia të kulturës, folket hysos. Ko standarde më rrugë? Shtëpi e popullit të thirr. Ko standarde. Aty nis, po thon që salla u konë e madhe, po me dosht me bëni event, e ki pas venin. Po është ambienti me standard o burr. Bes po. Është për gjyna, po gjithsesi Sholla rregullojnë diçka. Diçka për politikë, jas po folim, ja. Diçka për Mitrovicën? A Mitrovicën Ska e du. politikë, jo, jena Ti e din kena na shumë shok në Mitrovicë, rockera, ti e gjysë muzikonta. Mitrovicalita, shysh. Gjysë më shumë në shtanë herë po. Edhe prizeni me Mitrovicën gjithmonë kanë qenë stroflla të rockut. Krejt Kosova jemi të lidhur një me tjetrin. Shumë. Ani që dalin folin na djepi kulturës, djepi diçka Këtë na bash, mire kishëm. Mire kishëm, se edhe peja në atë kohë o mojt pi babukës e... Na inspirim, unë e babukën alo, sot i thëmë, balle, ti e inspirimi jonë. Pat, për baterista, na kena shku, kena hyp autobusit, me shku 5 minuta me ndëgju babukën edhe mja dhon dorën edhe mos me këqyn sy, sot e kemi na, babukën e kemi mik të shpirtit. Realisht mik të shpirtit se, po ku kanë met këto ftyrat moja? Djalo e kitë vogla, rogën, kretë në regullë dhe njerë, me gjithë respektin. Po, adhe mos... Spotin arashëm du mi marrë një 7 qika, komi vesh, me ato fustonat, bëzin ato edhe vesh me bokshta. Në shtaritën klikimet të lota. Mos i men qafë, mos i ofendo. Je, zotin arëq. Mos i ofendo, Jo, sa është ofendim. nëse e bëjmë hajgore ato, nëse e bëjnë Hajgore po, veç është ofendu se mi qitë njerës Zotin. me ta zbukuru Se i s'kena. kena ato ide tona. Shka e të bo që tash? Driton jem të i pregadit 4 kovera. Pse kovera? Muzika shqipe. E jona e vjetër. Pak mi i rikthy, me instrumentalista shumë të mirë, si Agron Penny, gitare, Meriton Ferizi, Artoni, Adonisi vllau në villën qello pak, Fisniku, tash edhe ndërkohë dikush që 4 këngë kismet shumë shpejt kanë me dal, do ta bëj një videoklip kështu të thjesht. Kolazh me të katërtat? Kolazh, ka me qenë kolazh, Super. që mës me kompliku. Edhe thjesht. Prizreni ka shumë ambiente kështu që. Ka ambiente. Që ato do ta punoj, po jam edhe me plane tjera në këngë origjinale. Do t'i bëj, unë ti e din, perkusionist, po kom qef pak në të frymën latino, po ku ka me pas edhe qifteli, Alexa Kunja edhe tash klarinet, të ka hin ko. edhe klarinet edhe kësisene, edhe na kemi shqiptar të shumë ritme të ndryshme, që ato pak mi shfaq mi bu me. Unë dëshiroj shumë suksese, Shumë se faleminderit. ishte shumë knatësi me të pas sonte tonight. Faleminderit shumë. Edhe takomi prap. U kënaqe shumë. Takomi pak. I prekëm, u gjujtëm pak pikave në pika, Po po. mirë, ky mohabet bizbize. Po gjithsesi Gjemil Gjini është fytyrë e njoftën, muzikant shumë i rëndësishëm i Kosovës. Ue, jomër, faleminderit Pa shumë. diskutim tash, ta po flasim, nuk po lavdom njëri tjetrin, po je shumë i rëndësishëm se në çato pika ku je, pa ty nuk bën atë. Kom qef me bë punën mirë driton. Po për çato je aty ku je. Faleminderit shumë. Nëse s'ka disiplinë, No. moti ishim kon dikun tjetër. Po, sakt. Që dora mos më sofsh. Ata shtyç do pak. Shtyje pak. Knatësi e jashtëzakonshme. Faleminderit Po, shumë. ashtu faleminderit shumë. Të nderuar miq, e pat vet Gjemil Gjini në një format krejt tjetër, me një dimension krejt tjetër sot. Gjona që i ka kalu si i ri, gjona që i kaloni edhe ju si secili kena histori tona, po histori të lezetshme e me përfundim sukses të madh. Takomi javën tjetër. Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria.